Një deklarat ka ardhur nga ish-deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Najt Hasani, i cili ka paralemruar për pasojat nëse ish-krerët e UÇK-s që ndodhen në Hag do të dënohen. Nëse merret një vendim të tillë, ai ka paralemruar dhe ka thënë se nuk do të ketë qetësi në vendin tonë dhe siç është shprehur tekstualisht, do të kallet Kosova. Ka më u kall Kosova nëse dënohen krerët e UÇK-s. Natyrisht që ka pasuar debati, ka prej atyre që edhe i kanë dalë në përkraje për këtë deklarat, por edhe reagimet të tjera që nuk e mbështesin dhe që nuk e shohin si të duhur një deklarat të tillë, sepse nuk i konvenon në radhë të parë ish-krerëve që ndodhen në Hag, por edhe Kosovës në përgjithësi. Tom Gashi është fillimisht me neve në studio. Tom, mirë se erdhe. Shëndetje, faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë. Hysni Gucati, po ashtu është nga OVL-u që kësë bashkë me neve. Zotri Gucati, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, po s'pyrë të gjëjë në mirë juve. Do të rregullohet pas pak, pa gajle dhe po ashtu pas pak do të jetë Asrit Gjocaj do të na bashkohet në këtë debat. Tom, po e nisim këtu në studio. Qëndrimi dhe opinioni jot për këtë deklarat. Mendoj që Najt Hasani nuk është person i panjohur. Në disa legjislatura ka qenë deputet i Kuvendit Republikës Kosovës dhe përveç kësaj ka qenë pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, kështu që deklarata e tij do thotë është prizmin tim e damshme, për shkak se fillimisht nuk ju ndihmon krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që fatkeqësisht janë atje, dhe posaçërisht në këtë periudhë kohore që kanë mbetë themi edhe pak javë në pritje përfundimtare të aktgjykimit të shkallës parë, që është caktuar nga vetë gjykata që do të jetë me 16 shtator të këtij viti. Mendoj që duke pas parasysh deklarata të tilla, përveç që nuk ju ndihmon, mund të krijojë edhe paksa dame, posaçërisht kur kemi të bëjmë me çështje të kërkesave të panumërta. Besoj që kanë qenë ndoshta më tepër se 40 sa kërkesa për këtë periudhën kohore mbi 5 vjeçare, me kërkesa të avokatëve që të lirohen nga paraburgimi dhe të ndryshohet masa e cila është më e rëndë. Do thotë janë nimëri masash, të cilat mund ta zaventësojnë apo paraburgimi të zaventësohet me masa më të buta, dhe këto deklarata do të thotë gjykata i merr si një lloj, themi kështu, jo kërcënimi direkt, për shkak se gjykatat nuk mund t'i shantazhoj askush, e posaçërisht duke pas parasysh që kjo gjykatë formalisht është e Republikës tonë, Republikës Kosovës, faktikisht është gjykatë me premisa ndërkombëtare dhe mendoj që është e damshme. Përveç asaj, ne mund të shprehemi, të komentojmë, kom komentuar edhe unë, na figurativisht themi që nuk kemi nevojë me deklarata të tilla dhe nuk kemi nevojë të bëjmë kaq deklarata të forta, kinse për ta djegur Kosovën nëse kemi aktgjykim i cili mund të jetë denuncë, por është katastrofal për vetë Kosovën. Jo vetëm për prisit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por dëmtohet tepër shumë vetë shteti i Kosovës dhe dëmtohet çdo shqiptar anë mban globit kudo që jetojnë. Duke pas parasysh që nëse eventualisht vijmë deri te ai vendim, e që askush nuk e don, për shkak se nuk është vetëm dami personal që e përjetojnë krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por dëmtohet Kosova duke pas parasysh rolin e tyre gjatë luftës, do thotë udhëhec të luftës, mirë po edhe secili prej tyre ka pas poste publike në Kosovën e lirë. Kështu që postet publike, kur janë prej kryeministrit, kryetarit shtetit, kryeparlamentarit, do thotë nuk janë persona të cilët nuk kanë i peshë vendore dhe ndërkombëtare. Kështu që duhet jemi të matur të gjithë dhe mos bëjmë deklarata të tilla, pastaj është lehtë me da opinionin Kosovë. Dikush me thonë që e përkra deklaratën e Najt Hasanit, dikush tjetër që nuk e përkra, por besoj që në prizmin tim është jashtëzakonisht e damshme dhe është e tepruar dhe totalisht e panevojshme. Mirë, për çelën më specifikun do ta lexoj atë se çfarë ka deklaruar, ndërkohë që na është bashkuar Asrit mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu dhe do të kalojmë një herë tek Gucati. Pritshmëritë e mia janë lirimi i tyre më 16 shtator. Ata duhet të lirohen. Të kundërtën në Kosovë nuk ka qetësi, as s'ka me pas qetësi. Nuk lejohet asnjë ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës të dënohet, nuk ka me pas qetësi ta dinë këtë edhe ndërkombëtarët. Ka deklaruar mes tjerash Najt Hasani. Gucati, si e vlerësoni këtë deklaratë? A ishte e nevojshme në këtë moment? A mund të jetë kaq e dëmshme edhe për procesin, Mund të jetë edhe ngutshme. Po, edhe ngutshme, okay, siç po thotë Toma, por siç e tha pikërisht edhe Toma, që mund të jetë edhe e dëmshme në fazën që jemi për momentin. Falë, se ka mundësi për shkak të zonës se shumë pak unish. Unë shumë pak këmë ty në dëgju. Okej, atë, fjala është për ty. Nëse të rëvëllose... Po, a i nuk më dëgjuar tani? Shumë pak këmë ty në dëgju. Apo dëgjohemi tani, Gucati.
Mirë, dhe sa ta rregullon regjia, me Asidin, po e marrim një opinion, po ne po e dëgjojmë, po me siguri nuk ka një çështje teknike, rregullohet pas pak. Astrid, në këtë kontekst, në këtë të pyetjes, pra që a është e ngutshme, a është e dëmshme, a ishte nevojshme një deklaratë e tillë? Do e pas parasysh që e ka thonë dikush si Naiti që vesh ka qenë pjesë e proceseve dhe ka përjetuar ndoshta maltretime të ndryshme dhe ajo që ka përjetohet sot, sigurisht që njerëzit se Naiti e përjetojnë hala maron se thonë ndoshta ne qytetarë të tjerë që jemi gjenerata më të reja dhe nuk kemi kaluar ato që ka kaluar Naiti. Edhe të e pas parasysh faktin që Naiti nuk është se ka folë në emën të ndonjë institucioni të shtetit, por ka folë si individ, si Nait, nuk mendoj që paraqet ndonjë problem si deklaratë, përkundazi është një shqetësim që ndoshta e ka shprehë dhe e ka sforcuar në bazë të ndjenjës që e përjeton Naiti, sepse ndoshta do pa dalë vendimi hiç të gjithë ata njerëz që kanë përjetuar luftën, sakrificën dhe ato familje janë ka djegën edhe sot për brenda të e pas që në për çka po kalon lufta ushtrisë të Kosovës, në për çka po kalojnë këta njerëz që kanë kontribuar dhe kanë dhënë gjithçka për me qenë ne sot lirë dhe me mendu kështu. Ndoshta është një mënyrë që Naiti ka menduar që do të jetë edhe si formë proteste, formë presioni, që gjë që o ka i mungon ky presion sot edhe vendeve Bashkimit Evropian, po o ka i mungon vetë gjykatës, e cila po i gjykon këta luftëtarë të lirisë, sepse nuk ish dasht hiç me qenë sot temë deklarata Naitit, po sot ish dasht me qenë temë në për gjitha vendet e botës, jo vetëm të Evropës, dhe ish dasht duke u qenë edhe një mënyrë institucionale reagim ndaj deklaratave zyrtare të ministrave të Serbisë, që do të thotë që një farforme lufta, që o ka gjykohet atje ka qenë vetëm si shkake për ndalimit së pastrimit që edhe sot është ide brenda e institucioneve të Serbisë, jo individëve. Po sot është ka kaluar manheshtja ajo deklaratë, në mënyrë institucionale, në mënyrë shtetënore, po edhe në mënyrë qytetare, se sa një deklaratë e një personit që ka shkruar në Facebookun e vet, që s'ka folur në emër të asnjë institucioni, po thjesht e ka dhënë një shqetësim, një mlevd vetin, që ka mujt me e sforcu pak me ndjenjen emocionale, kombëtare, zhgënjimit me të drejtë, që nuk është që paraqet që ndikon në procesin e atyre që janë atje në linjat shtetërore tona. Dhe sot ne e bëjmë temë diskutimi këto, të e pas parasysh që nuk bëhet temë diskutimi, një deklaratë që përfaqëson institucionet serbe, po pra. U bë, ajo deklaratë. Po atë edhe një reagim ndërkombëtar, duket që nuk do të mbetet kaq reagimi i zyrtarëve edhe eurodeputetëve dhe zyrtarëve tjerë ndërkombëtarë ka ndodhur për vullnetin e tyre të mirë. Në kosh që pat ndonjë presion aty një pej neve si shtet, si institucione. Po, do dalim te kjo. Do dalim se shumë shkurt. Nëse e kam guxuar në regjia, jemi me harru këtë pjesë. Besoj që na e dim që kjo ministre, e cila është ministre faktikisht kabinetin e pasuesit Miloševićit, të presidentit të tyre Vučić, është pallur në grata përjetësisht. Ajo përjetësisht nuk mund të hyjë në territorin e Republikës Kosovës. Pastaj e kemi Zavens kryeministrja dhe ministrja e drejtësisë zonja Donika Gërvalla ka paraqit kallëzim penal kundër saj. Kjo është fuqia që kemi ne në raport me Serbinë. Mirë po. Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar dha na më tepër skemi çka bëjmë. Gucati fola në aspekt sferë politike. Gucati apo dëgjon? Ai ka folë në eufori sipas me. Përshëndetje, po dëgjoj, po ju sot duhet, po. Okej, atëherë është pak vështirësi ky komunikimi jon sot, po e kaloj fjalën tek ju edhe për një qendrim tuaj për këtë deklaratë Nait Hasanit. Pra ka të ndarë njerëz që e mbështesin për atyre që e shohin si të gabuar një deklaratë të tillë në një moment të tillë, si e vlerëson ju? Mas pari përshëndetje për ju dhe musafirët aty që keni në studio, i përshëndes shumë. Është reala e Nait Hasani, një njeri apo një burr që më thonë që ka vujt në sistemet e ndryshme të regjimit komunist të ish Jugosllavisë dhe në sistemin e Serbisë, ka qenë burgosur 2 herë dhe është njëri ndër themeluesit e ushtrisë së Kosovës. Unë nuk isha thonë që ta gjykojmë Nait Hasanin, ne tash pse ka thonë Nait Hasani do të kollet Kosova apo do të bëhet kjo. Unë si këtoj veteranëve ne kemi diskutuar dje, nuk përjashtohet mundësia që nuk do të ketë protesta në tërë territorin e Kosovës se ndodhet më e keqja. I shohas ndodha ajo, po ne jemi të përgatitur gjithmonë për më të mirën e mundshme me ndodh, që ata me 16 shtator mund liru, po i shkolla nuk duhet që ndodha e keqja dhe nuk përjashtohet mundësia e protesta në tërë territorin e Kosovës, po edhe me siguri Maqedoninë, Shqipëri aty ku kemi ku ka situatë që përdesojnë një padrejtësi e madhe që ndodh në gjykatën e Hagës. Po unë besoj që do të ndodhë ajo, do të ndodhë më e mira mundshme që thashë më herët.
po tash nuk do të thënë që të kopu për një fjallë të Najt Hasani, pëse Najt Hasani ka thonë. Najt Hasani ka të drejtë, thot, është drejtë e tina, e legjitime, e drejtë e fjallës tina, Najti ka folë në amen të vetë si Najt Hasani ka folë, që një i burgosën politik, një ishte me ljusë justici të bërë të Kosovës, dhe tash mos merren njerëzit se ka thonë Najt Hasani do ta kallën Kosovën. Okej, pra, edhe veteranët e ushtrisë ligjore të Kosovës janë në një linjë në këto lloj deklaratash që realisht nëse do të ketë një vendim të tillë, siç e thatë edhe ju, vendimin në rastin më të keq, dënimi do të ketë një lloj për ato për cilën ka folën Hasani, ha? Unë nuk thash se do ta kallën Kosovën, unë thash, nuk prezantohet mundësia e protestave në gjithë territorin e Kosovës, në gjithë. Po protesta janë bërë edhe më herët, po. Edhe Najt Hasani, besoj edhe Najt Hasani ka qenë në këtë kontekst. Tash, pse ka dalë fjala Najti që ka thonë do ta kallën. Najti, thash, është një ndër themeluesit e ushtrisë ligjore të Kosovës, është bashkë luftëtori i Arsim Thaçit, Recep Selimit dhe Kadrisë dhe Bacit Jakubit dhe gjithë tjerëve, një njeri që ka vujt Burçët e ish Jugoslavisë vitet 80 dhe një njeri që ka vujt prap vitet 90 në Burç që ka qenë, ju e dini gjithë veptarinë e Najt Hasani, kështu që Najt Hasani thash i lejohet me folë për ata shtyse ka vujt për këtë vend, për këtë komp dhe për këta njerëz që sot ekzojnë lirinë. Dhe unë jam idhëtari e sojna, edhe do të jem prap që nëse duhet me akeqja në të territorin e Kosovës do të ketë protestat nuk përjashtohet mundësia e protestat kur, po tash do të thotë që këtë merr kërcënim, nëse duhet kërcun kërkon. Po kjo është çështja, që të ketë protesta është diçka tjetër dhe të ketë po, do të kallet Kosova është diçka tjetër, po. Unë mendoj që ne gjithë e njohim dhe unë personalisht e respektoj zotin Najt Hasani, përveç vujtjeve të tij, do të thotë që i ka pas, ne e dim që është një prej të pakëve të mbjetuarve prej masakrës së Dubravës dhe dim rolin e tij edhe gjatë luftës edhe pas luftës. Por besoj kjo pjesa e dytë e Kosovës ka ngjall, themi kështu, reagime, mirë po jo që duhet ja marrim ndoshta e komedi sot për të madhe, por shkak se besoj që i ka thonë në një kontekst krejt tjetër, ka mund të nxirret konteksti prej fjalëve që i ka thonë në televizionin për kas ku ka qenë. Mirë po kjo, sa i përket zotit Gucati, unë pajtona 100% vete, me siguri që protestat janë përveç ligjore, janë shprehje demokratike e paknasis nëse eventualisht vjen vendimit të cilin nuk e don askush, dhe protestat edhe duhet të mbahen, për shkak se është një padrejsi që po i bëhet për 1 milion arsye pjesëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës, sepse UÇK-ja ka luftuar kundër okupimit drastik të vrazhd të Serbisë. Dhe me qenë se kjo gjykatë, kur është formuar para 11 viteve, fatkeqësisht është marrë vetëm me pjesëtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës, është marrë thjesht me çlirimtar, por nuk është marrë me okupatorin. Atë çka shqetëson këtë deklaratë, duke qenë edhe avokat, duke ditë edhe procesin. Ty personalisht, çka të shqetëson këtë deklaratë? Jo, vetëm kjo pjesa e fundit do ta kallim Kosovën, kjo pjesë besoj që është diçka që na mund tash ta komentojmë si dojmë. Mirë po, nëse flasim në çështje ironike, na nëse duhet me kall dikën, po në një pjesë, një territor, duhet me kall Serbinë, jo me kall Kosovën, sepse edhe Najti, edhe zoti Gucati, edhe çdo pjesëtar i ushtrisë ligjore të Kosovës, edhe familja e zotni që e kam në të majtën time, kanë luftu, dhe thëtë për mu çliru Kosova, por tash na e kemi, sikur me thonën, e kemi një çështje të shfaqjes së paknasisë për këtë fjalën, fjalinë e fundit, pjesën e fundit, mirë po kjo nuk është fundi i botës, për shkak se Najti është nosh e mirë dhe besoj që ai tentuar që ta kemi në emision zotrin Hasani për ta marrë një shpjegim. Jo, çfarë konteksti ka thonë se na kemi pas protesta edhe në rastin kur është gjyku komandanti Sulejman Selimi, komandanti i përgjithshëm Sami Lushtaku dhe të tjerë, dhe unë kam qenë do të thotë në mori protestash, kur kemi qenë do të thotë duke protestu në kundër vendimeve pa drejta që i kanë nxjerrë Euleksi, Eunmiku, sepse nëse e marrëm zoti Gucati besoj që i ka shënimet shumë më mirë se unë, nëse ne e shohim që për 20 e sa vjet për çështje të krimeve të luftës, fatkeqësisht më tepër janë gjyku pjesëtarë të ushtrisë ligjore të Kosovës, të cilët kanë qenë dhe janë çlirimtar, sesa forcat okupuese serbe, duke fillu prej ushtrisë serbe, pjesëtarëve të ushtrisë serbe, policisë serbe, paramilitarëve serb. Kjo është fati i Kosovës që është i keq. Dhe për këtë arsye ne gjithmonë përjetësisht duhet të shfaqim pakënaqësitë tona, mirë po prapë e tham zoti Najti e sqaron vet. Po, uroj ta kemi mundësi të kemi gjatë emisionit. Ne dash me koll Serbinë e kem problem se s'na lënë shumë tonë me dal me Jo, mirë figurative, po e tham që Kosova nuk duhet figurativisht
nuk do të më përdor termin në raport me Kosovën, me Serbinë, që ata se stabilimi dolar ne kanë dhënë edhe këtë termin në Nejt Hasanit, sepse nuk është na shpesh e kanë përdorur në çdo studio televizive edhe avokati e din, edhe është përdorur edhe për kundërshtarëve politik brenda këto që ju e keni kallë Kosovën për protestat e vitën paraprake, e kemë thonë që o kallë Shqipnia për protestat aktuale, nuk është ndaj term që na përdojmë në aspektin bukfal me u kallë. Jo ma i veç figurativisht e ka thonë, për që ta po munona me thonë që na iti figurativisht e ka thonë që kërkush smenon do të të deklarat mu realizu. Këta që i kanë thonë zjam, kësaj deklarate jënë ata që po dojnë me bu faktorë dhe tem edhe me arrit ato që ndoshta po e synon avokati ndëm tonin, sepse tonin dim se nas ti zhargon që do të kallët Kosova, o shkallë Kosova, keni kallë Kosovën, o shkallë gjithmonë konotacionin e trazirave, të protestave, nuk ka shqiptar që jenë me kallë Kosovën flok. Që të përthame dhone njëjtë. Kjo pjesa tjetër, është krejt këta që përdojnë me bo tem diskutimi, që përdojnë me bo faktorën këtë vand, ose përdojnë me përfundu agenda që i ka nisë ma heret. Sa i përket deklaratës ministrës Kallëzim penal ka ushtru para këtë ministrën e Serbisë. Ka bo prokuroria, për krime lufte, edhe nuk është bo për deklaratën. Për këtë jem të folë? Për ministrën e Donika, jo mëron, po tjetër sa të thash. Donika Gërballa ka ushtru kallëzim penal kundër që asaj ministre të Serbisë që ka deklaru që do të spastronte. Jo mëron, do të spastronte Kosovën nëse kishte me qenë vend Milošević. Penal për arsye të tjera, jo për këtë deklaratë. Jo për ç'i deklaratë di është. Po person nën gratë. Nën gratë ajo sa ardhur në Kosovë edhe ka pas probleme si ministre, dhe saj përket asaj që unë e thash, avokat ke procedura rrugë diplomatike, ke në të proteste në për ambasada, në për shtete, me qudhes në gjykatën ku është finalizimi procesit, sepse është një dëshmi shumë e madhe kjo, sepse ata që po gjykohen, kundër kuj kanë luftu. Kundër qëti shteti, kundër qëtina njerëzve. Kjo është për kundër azinës të na këshim reagu si institucion. Në gjykatën speciale, për këtë deklarat, është plus për ata që po pritet vendimi. Dhe krejt në fond është, me qenë kushzim, ndaj Bashkimit Evropian, për bisedime, për zbatimin e marrëveshjeve, dhe në momentin që të merren veprime politike në Serbi, që kërkohet si ministre dhe të distancohen institucionalisht, pavarësisht në deklaratës që e poshtë presidentit serb, poshtë kur gjoja ajo është deklaratë televizive. Ajo ministre do është më marrë masa, dhe shteti janë ka fshi që saj ka hesht. Këto janë konë veprime që është më marrë politike. Dhe na qohen misot, kur ka bu një notë proteste, në cilën ambasad? Po kjo deklarat, në cilën ambasad, kjo deklarat katastrofale ministrës së Serbisë, do të ka pas reagim prej të gjithve, do të prej pushtetit që e kemi në Kosovë. Po më përtham, nuk ka që me bo ma tepër, përveç me shkollë non grata prietësisht, edhe me ushtru kallëzim penal kundër saj. A është si argument në gjykatë speciale, një institucionale që kjo se që kundër kuj ka luftu qëta? Jo mërë, jo. A ka shku si kush? Ato gjykata speciale. Jo, gjykata speciale. E den kush kundër kuj nga ka luftu. A ka që not proteste, kush kundër kuj nga pedim, edhe për gjykata. Po e den gjykata speciale, me që tu po merët. A ka që not proteste në do një shtet, në një ambasad zërtarisht shteti Kosovës? Ku du të me dërgu, veç të regëm? Po të regojde? Po jo, po të regëm qëllën ku du të me dërgu. Po pra, a dhe se Serbia për deklaratat tjera dhe mbledhjen këshillë sigurimit. Po ta shqyret Donika Gërballa, si ministre drejtësisë, dhe në kryeministre, ka paraqit kallëzim penal dhe këshyre reagimit që ki. Republika e Kosovës nuk Kosova nuk mundet me bu ma tepër në raport me Serbinë, se Serbinë nas kemë këtë raporte me Serbinë. Përveç ta analizojmë këto. Thash Serbia ka mbledhjen mbledhjen këshillë sigurimit. A ka mujtë më ma tepër? Po, a ka mujtë me dërgu një notë proteste që ne nuk ulem edhe nuk të vazhdojmë dialog me Serbinë dhe që kërkohet që e minister. Kjo nuk do të thotë që zbatë më rune, për thëmë të diherë, po qëri datat kër i ki. E ki para 21 orë, po deklarata asaj ministres, është deklarat e njejt, edhe Vučići që ka thonë, me 10 herë që Vučići e ka akuzu Miloševićin dhe që si ka realizu veprimet që kjo ministre për thëtë. Po jo më është Donika Gërballa një individ që shpemenojmë një individit tjeshtë. është zavez kryeministre, ministre drejtësisë, e ki deklaratën e ministre kundër Gërballa mes tjera shkruan që në cilësinë që Ljalë Sfeqja ka shpallë përjetësisht në ngrata që s'mund me hyrë Kosova. Krye prokurorit të shtetit që në kuadër të kompetencave ligjore të ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe të procedoj tutje me akt akuzë dhe kërkesë për shqiptimin e dënimit nga gjykata kompetente. Serbia ende nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera ndaj popullit tonë gjatë luftës në Kosovë.
Mbi 10.000 civil shqiptar humbën jetën, 1.565 persona ende figurojnë të zhdukur, afër 1 milion qytetarë u dëbuan me dhunë, rreth 20.000 gra burra fëmijë u përdhënuan dhe mbi 100.000 shtëpi u shkatruan dhe u dënuan në rënd. Këto ishin pasojat e një fushate sistematike të gjenocidit dhe spastrimit etik të kryer nga regjimi serb në Kosovë, të shoqëruar me vrasje, dëbime, dhunë seksuale dhe trajtim njerëzor. Pyetja për asnjë me po insistoni këtë çka është dashur bëhet më shumë dhe do të kaloj te gucati. Përveç kësajna, që start sot kam deponu kallëzim penal, është në kundërshtim me tekstin avokatit din shumë mirë, sepse me dërzu sot kam deponu kallëzim penal i bën se Donika ka deponu dhe me kërku që prokuroria me ngrit kallëzim penal. Ata që thashë jo Donika si individ, Donika si çfarë po shkruan qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë. Do të peshet që Donika e ka dërzuar. Sot kam apo në shtetit më ka dërzuar. Në shtetit e ka dërzuar. Sot në shtetit. Po. Sot në shtetit. Është jo, çfarë? Po dhe sot janë ka bërë deklarata politike. Po veç një sekond. Po veç ta përfundoj avokat, se më bëni një pyetje dhe unë po pres tekstin dhe po regjia, tekstin para prak, të lutem. Postimin e Garvallës. Sot kam deponu kallëzim penal ndaj në zonës. Fjala sot kam deponu flet vetën e parë. Që Donika ka deponu kallëzim penal gjatë se ka bërë Donika. Ka kërkuar për institucionet që thashën në fillim që ka bërë prokuroria për krime lufte me inicimin e policisë. Që kanë bërë ato raportet e veta policore që janë procedurë që i din avokati shumë mirë, po jo Donika, domethënë start është e manipulim e opinionit. E para, e dyta, kjo nuk ka nevojë përveç kësaj na publikisht çdo reagim publik. Facebook është i mirë se ardhën. Unë fola reagim institucional. Na kemi ministri të jashtme. Kemi marrëdhënie diplomatike me secilin shtet. Dhe unë po them, Serbia për diçka hala më të vogël se kaq. Ka shku dej mbledhjen në Këshillin e Sigurimit. E vërtetë që Serbia dhe për gjëra më të vogla ne sot mjaftuar me një person në ngrata që nuk është lejuar me Kosovë as më herët, s'kem lejuar asgjë. Avokat mos ma hub ata që bëdon. Po, veç ta lëm ta përfundoj edhe më pas po. Serbia këta zyrtar nuk kanë në Kosovë as deri sot pa leje qeverisë gjë që nuk ju ka dhënë. Edhe mish se u ka dhënë as kjo qeveria as qeveri tjera. Dhe vetëm akti i shpalljes në ngrata. Dhe kjo nuk ish dashur më mjaftu për një shtet karshi një ministri që sot ti edhe në dialog me to. Hapi parë që është dash ka qenë not proteste të pezullimit çdo komunikimi dhe dialogu me Serbinë, që në orët e para deri sot reagohet një institucionale në Serbi dhe shkarkimi sojna, e para. E dyta, çdo not do të proteste në çdo ambasadë, në çdo vend ku ne kemi raporte diplomatike, deri nëse është nevoja dhe deri në Këshillin e Sigurimit edhe në Parlamentin Evropian ku do më ngrisi çështje. Dhe sot janë ka reagojnë për këto që unë po them, eurodeputet të shteteve të tjera me vullnetin e tyre të lirë që kanë vlerësuar dhe pa kërkesën tonë si shtet. Okej, po nëse ne sot të diskutimi një deklaratë një individit që ka dhënë gjithçka dhe ka vujtur me përdorje mirë figurative që do të kallet Kosova. Po do të kallet sepse është djeg Kosova me vendimin e gjykatës, po çuna komiç. Në moment që ata dënohen, Kosova është djeg, sepse efektet edhe të shtetësisë, edhe ligjore avokati din shumë mirë, se s'kam nevojë më shpjegoj po flas për opinionin se e di që i din, është dënimi ty në kur të japet çati në kreve të shtrisë territoriale të Kosovës. Sa i dënim? Kosova është djeg në një farforme, po çuna komiç. Dhe kjo domethënë është diçka shumë banale, ne me botim diskutimi deklaratën e Najt Hasanit që nuk ka kërcënu, nuk ka shantazhu kurrë, nuk ka thirrje për kurrë. Thjesht është një individ, pasoni pak nasi dhe dinë 100% po pajtona me ty, edhe besoj që këto krejt shka i thati kanë mu realizuar. Nëse bën me kthy edhe një herë kallëzimin penal shumë shkurt. Hajde regjia, shkojmë tek tjetra. Shumë shkurt. Po patjetër se. Kallëzimi penal, peshet që ka logon aty të Republikës Kosovës, qeverisë, Ministria e Drejtësisë. Po mirë. Po prit ta shpjegoj. Unë kam paraqituar me këto. Çdo institucion i Kosovës këtë llogoj po. Ti thamës me ndërprej ty tash po thamës me ndërprej mua. Qito e ka bërë Donika Gërvalla në emër të shtetit, peshet që aty, nuk e ka bërë privatisht. E unë, si Tom Gashi, si avokat Tom Gashi, kom bërë kallëzim penal kundër presidentit Serbisë, Aleksandar Vučić, shumë kohë më parë. Unë s'kom ujtë me qitë logon e qeverisë, as logon e shtetit Kosovës, po kom qitë logon teme. Qito është dalimi, po jone, po të tregoj qito dalimi. Që kjo është në emën të ministrisë, po qëto po të thamune. Edhe gjdo veprim tjetër, gjdo veprim që pe përmen një jo. Unë po pajtona me ju dhe duhet mu basë, po tham jo. Mirë, po një sen... A më në të bëtë këtë krasë, ti e person fizik, që e ki një biznes tonë, si biznes është ajo. Si avokat jam bëne. Si avokat është biznes. Se është emni edhe bjemni të vloga jote. Për shkak deklaratave që presidenti i Serbisë ka bën raport me masakrën e Reçapit. Është dashur me folën në emën të institucionit.
Dhe jo sot kam bërë. Që kjo është institucion, më? Unë nuk jam institucion, që kjo është institucion, nuk kam ryshe Donika me Donika Gërvala vetë institucion sepse është ministre e drejtësisë. A unë kam bu kallëzim penal kundër presidenti Serbisë për masakrën e Reçakut. Këto shka po e thu ti, unë po pajtona me ty. Shumë shkurt. Mirë, po a ka konstruat qasin këto institucione që i përmenet ti që unë jam me ty, jo... Bucati, jemi me ju, regjia. Shkojme Bucatin edhe do ta dëgjojmë Bucatin. Jo, ajo vjen në raport teritorit Kosovës. Nuk ka të bëjnë raport me Serbinë, se Kosova s'ka qasja atje. Po shumë ma mirë mu ba se mu hesht. Bucati, për deklaratën e ministrës Serbë me qenë se deklaroj, kaloj në fakt debatit të kjo deklarat që po ashtu, ka pasur reagime të shumta, natyrisht për dikë si në këtë rast që Astriti është i paknaqur me atë institucionet dhe vendi shteti si ka reaguar, por si a është mundur të bëhet diçka më tepër ndaj kësaj deklarate të ministrës? Por ne kemi reaguar si organizatorët të rang besoj keni përcjell reagimin tonë që kemi bërë. Dhe unë nuk pres diçka mrekulli nga Serbia dhe nga funksionarët e shtetit serb, sidomos nga kjo ministre e cila është e Partisë Socialiste dhe e cila thotë se Kosovën apo shqiptarët do t'i kisha shfaros nga Kosova, apo etikisht do t'i kisha pasuar e shqiptarëve. Unë e di që ka reagu më zgabosha Donika Gërvala nëse zgaboj. Ka bu një reagim në amën dhe institucionet. Lexuam pak më parë, po. Reagim do t'jemi sinqer, reagim në sojna, po unë e di që qeveria ju s'mund të bënd t'i shka ma shumë, për arsye ka bu ato që nëse zgaboj e ka shpod 9 grada, a ka shpod për tërë jetë, apo për një koncertu. Nuk i di edhe këtë. Por ne është fakt që si institucione, si qeverit lu të agrisim zërin gjithmonë, kundër tyne fjallëve apo kundër tyne që flasin, ku edhe shumë ambasador ty i kanë gjithë zërin, edhe shumë deputet, eurodeputet, e kanë gjithë zërin dhe kësoj deklarate të pa njërzore, apo mujtëm njërzore e kësojna ministre nga Serbia, cila fyën Kosovën, i fyën Shqiptarët, dhe mendon një që ka sopi i Serbisë apo ka sopi Miloševići, i cili ishte në vitën në dheta, i cili mendoj, duke menduar që shqiptarët do t'i shfaros nga Kosova dhe atë nuk arriti, po unë të të thëmi fjallë, asoj zonjes, apo zonjushës, apo mujtë të asoj qetnike, sa aja shtalju të rolin e qetnikve, kuptot, aja ministri edhe a i shtetë i përket ma shumë qetnikve se sa civilizimi. Ne jemi këtu do t'a presu, kur të që mendon Serbia, shqiptarët janë këtu, djetë Kosovës dhe vashat e Kosovës janë këtu, gjithmonë duke ne ka shi Serbisë në bolë sajnë të presum për çdo fortunë. Kështu që këtë ka Serbia që mendon që shqiptarët të largojnë nga Kosova. Sa i përket reagimeve institucionale, mendoj kanë qenë nësa pak reagime jo është që kemi prit ne dhe kemi mendu, po ka që kanë bolë dhe ka që ka posë të mundësi të reagojnë. Kështu që të me ati ma mirë se unë edhe juridikisht, të me kërëshatu ati ma mirë, se po dhe është advokat, të ma mëri ati ma mirë, po unë me sa di, ma që ka reague Ministria jonë, Donika Gërvala, është të mirë të reagon edhe kryeministri, pse mos reagon edhe kryeministri vendit Albin Kurti, që është kryeministri në detyrë, që ka morë votë në qytetare për ta mbrojt vendin, për ta udhëhequr vendin dhe kohëje që të reagon edhe ai për këtë deklaratë të kësaj ministri. Mirë, Bucati, unë ty të falenderoj, se do kemi lidhje të tjera. Po, okej, një përgjigje ka tonë, një reagim. Gjithë duhet me reagu. Edhe kryeministri, edhe duhet me reagu qeveria në tërsi, edhe kryeministri, edhe ushtrusja detyrës së presidentes Kosovës edhe të gjithë ne, sepse OVL e UÇK-s ka reagu. Ka reagu Ministria Punëve të Brendshme, që është shpallë përjetësisht non grata, është kallëzimi penal, mirë po ato që Astriti e tha, edhe që e përmend, sigurisht që kjo nuk është funi reagimeve të shtetit Kosovës në raport me këtë deklarat, sepse ajo befajson Miloševićin veç se ka kry punën që ka pas, pastrimin etnik, në Republikën e Kosovës dhe këto pe vërteton që Serbia, edhe pse kanë kalu 27 vjetë, pasi që ka humb luftën, pasi që ne kemi fitu luftën, pasi jemi shliru nga Serbia, nga okupimi, mbetet Serbia e njëjtë e Miloševićit dhe nuk ndryshon. Dhe ndryshimi mund të pritet vetëm me reagimin ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të tjerave që janë mes të shtetit tonë. Që një reagim ndërkombëtar edhe ka pasur. Sigurisht që ka pasur. Me pas dikush me pas dirigju, ajo deklarat ma të keq që s'kish mujt me dhanë dhe besoj që Kosova duhet ta shfrytëzoj këtë deklarat. Sa ministre edhe këtë momenton Astriti që
me thot, për shkak se reagimi duhet jetë shumë më i fuqishëm se që është, edhe bashkia ndërkombëtare është shoku me këtë deklaratë të pasuese së Miloševićit. Çfarë do emri që e ka, por funksioni që e ka. Do thot, si ministre në qeverinë e Republikës Serbisë, kjo është skandaloze në raportet për masave botërore dhe ndërkombëtare. Dhe reagimet nuk do të ndalen. E inkuadrojmë Afrin Veselin pas pak, po tek deklarata e ministrës serbe, me që e përmendën në këtë formë dhe u shprehje. Realisht, a mendoni që ka qenë e menduar, e dirigjuar, apo është bërë pa ndonjë plan kjo deklaratë? Asrecjesha. Unë mendoj që ka qenë një rshitje në gjatë emisionit e asaj që ata menojnë gjithë. Shka kanë mend permanent. Po, edhe thonë gjithë kohës, po do më thonë e vetëmi mundësi është ka qenë mos dirigjimi që me fshej ato që ata e mendojnë edhe e ndjenë ton kohën. Dhe ajo shumë kjo se nuk e vetëm që pse s'ka ndodhur pastrimi, po ajo tregoj se çush kanë prit 500 vjet, edhe çush kanë me prit prap ditë kalon edhe ky far pushtimi. Që ata me orë prap me bërë këtë pastrim, do të thotë përveç asaj që ishte e paknaqur që s'ka ndodhur, ajo kërcënoi që ne po presim momentin, që të vjen momenti që ajo më ndodh një ditë. Dhe kjo nuk duhet më marrë shumë hajgare, sepse po flasim për dikon që përfaqëson një institucion. Po, natyrisht. Me zbutë situatën që ka kriju ajo katastrofale për shtetin e Serbisë, sepse po flasim 27 vjet pas përfundimit luftës. A e po kujna e ka kërku falje? Ka kërku falje shefit vet, Vučićit, i cili ka thonë me 10 herë, që Vučići e ka thonë me 10 herë mund let gjindet kuda media, që si pas Vučićit, faj Miloševićit ka qenë veç si ka realizu ato që i ka premtu. E ka thonë edhe Vučići dhe Neumann këtë partunën. Ja zbuloj ato që ata mendojnë. E menojnë edhe ata. Se pati reagim falenderoj ministrët që ishte e sinqert. Edhe që mos me zgjatë, edhe që ne thash ma herët, është që ndoshta ishte si ose reflektojnë si paknasi për mos reagime që shpresoj që me reagu, është sepse, e tha dhe avokati, ministja, ndoshta pa vedin e saj, neve na kalon, nëse guzemi me përdoj figuratisht, penalti. A di me shqyt në ta shti. Këtë penalti është ndërë tonë, dhe nësë guzemi me lone u këtë shansë. Duhet me ditë. Edhe me përdojnë pavërtonë me më gol për Kosovën. Jo, Astrid, duhet me ditë na me shfrytzu këtë momenton, për shkak se jemi shteti kemi institucione. Apo dim edhe i përgjigjna edhe te përkraja periudha kohore, ndoshta institucionet tona e kanë menim me bë diçka pak më tepër se është shumë lehtë vetëm me deklaratat të cilat. Po siç e tha, na duhet fillimisht përmes Shqipërisë. Me kërku do të thotë që OKB-ja me reagu, Këshilli i Sigurimit më mbledh se këtë deklarat nuk është dhënë nga një anonimuese në Serbi, është ministre paramenone. Se qytetarët e thjesht na i pon para disa ditëve, 2 ditë po mdoket, motoristat ta Serbisë, cilë shanin, fynin, gjithë mirë po në territorin e Kosovës nuk guxun me hy. Ata gjithmonë do thotë bojnë skena të tilla duke e ofendu shtetin e Kosovës, mirë po nuk po ja marrin me hy në territorin e Kosovës tyre 10 apo 100 motoristëve, sepse përballë për shkak fymjeve nuk janë leju dhe i kanë pas njësit speciale të policisë tonë. Na kështu duhet me reagu. Mirë po, reagimi duhet me qenë posaçërisht me në bashkangjit Shqipëria, sepse Shqipëria ka qasje në gjitha institucionet ndërkombëtare, prej OKB-s, prej Këshillit Sigurimit dhe në të gjitha të tjerat, ku fatkeqësisht Kosova ende nuk ka qasje për arsye të ndryshme. Mirë, jemi në zotrin Veseli. Edhe rruga vetë në është kjo, që tha avokati edhe që thash unë për shpaktin që avokati tha ma herët edhe vetë, se pavarësisht që, okej, proceduralisht edhe si institucion është e mirë se ardhë në kallëzimi penal, po ajo ka efekt vetëm brenda territorit të Kosovës, dhe tashmë që ajo shpallën në ngrata, ky kallëzim penal do të thotë veç ka me met në letër, sepse Jo, si dihet, jo, fal, po ta sqaroj. Si dihet se me çit kallëzim penal, ajo mundet me pas fletares ndërkombëtar. Edhe mundet mu zonë çdo shtet tjetër misor. Jo, e kthejnë ata. Nëse po na dëgjon mirë se erdhe, zotri Veseli. Faleminderit shumë. Do të nisim nga këtu, me qenë se jemi në këtë debatin për deklaratën e ministrës, reagimin e shtetit të Kosovës, atë se si duhet të shfrytëzoj shteti këtë deklarat. Dua të dëgjojmë qëndrimin tuaj për këtë deklarat dhe për mënyrën se si ka reaguar shteti. A ka reaguar mjaftueshëm, a është dashur të bëhet më shumë deri në këtë moment? Po besoj që reagimi ka qenë në nivel i institucioneve tona. Pra, Ministria Punëve të Brendshme e murë vendimin që asaj të ndalohet hyrja në territorin e Kosovës.
është relative tasha, do të hynë aja, po nuk do të hynë, po ne kemi bo punën tonë dhe aja nuk do gëzon të hyjë në teritorin e Kosovës. Në momentin që aja do të tenton, do të përballet me forcën e ligjit të Republikës Kosovës. Të ati vendit që aja dëshiron ta bën pastrimin e tij. Mi po nuk e di në aspektin e diplomacisë së jashtme se sa është duke shfrytzuar ky Kosova. Ministria e Punës Jashtme sigurisht do duhet që përmes letrave zyrtare të drejtohet Bashkimit Evropian dhe shteteve të tjera, sepse kjo paraqet një qëndrim zyrtar të një ministren të një qeverie të Republikës së Serbisë. Pavarësisht të fuqishë që nuk është ndrimi tina dhe i qeverisë tina. Mirë po, kjo është lojë fjalëve tyne. Po, dëgjoni, kjo nuk është e re asgjë. I ka 200 vjetë që Serbia zyrtare aludon dhe mendon dhe planifikon dhe në momentet caktuar historike ka realizuar pastrim etnik shqiptarëve. Duke filluar nga e plani i parë i Ilia Garashaninit të vitit 1844, dëbimi masiv dhe vrasja masive shqiptarëve të jugut Serbisë, pastrimi komplet atij territori. Ka vazhduar në decenje dhe me shekuj. Ne kemi rastin e fundit të vitit 1999, plani Patkoj që ka pasur për qëllim pastrimin etnik të shqiptarëve të Kosovës, gjë që edhe arriti, sepse dikun afërsisht afër 1 milion banor të Kosovës veç u larguan nga territori i Kosovës, shkuan në Maqedoni, në Shqipëri, shumica dhe në vende tjera. Po, Veseli, po, tani jemi në një moment tjetër, në një moment kur edhe Serbia i synon disa institucione të rëndësishme ndërkombëtare dhe ato institucione dhe të paktën nga këto reagime deri më tani po i thonë që një Serbi e tillë nuk ka vend në këto, po. Duket që kjo i ka prek pak disa njerëz në Bashkimin Evropian. Po, kemi jo Evropën zyrtare, Bashkimin Evropian zyrtar, sepse në ky decenje na shohim një lajkitit të BE-s ndaj Serbisë. Unë e kuptoj qëllimin e BE-s që Serbinë ta rikthen në atë rrugën e saj demokratike që edhe Serbia dhe populli serb t'i kthejnë një normaliteti si popull tjerë, edhe mos t'jeton që graditje. A duket që po i kthehen? A duket që po i kthehen? Normalitetit jo. Duket që nuk i kthehet, unë jam shumë skeptik, sidomos pas protestave të fundit në Serbi, po shpresu që atje do të ketë një zgjedhje të popullit serb dhe se do të kërkojnë ramin e Vučićit, pra dhe politikave të tilla të Vučićit, Miloševićit, Ilia Garashaninit dhe populli serb do të zgjedhë në rrugën e paqes dhe lirisë mas pari për vetë. Dhe të ke popullit ata luta kanë bëvë gjithë, kanë fillu luta, kanë bo domet mëdha shqiptarëve, kroatëve, bosnjakëve, por në fund që ta lutat i kanë humbur. Mirë, Veseli, më lejo të lutem se në fillim të debatit e bëm këtë diskutim. Amblema e ushtrisë tyne është tore. A më lejon të lutem të bëj një pyetje edhe për një diskutim këtu, për një deklarat në vendin tonë që është bërë parë që ka pasur një reagim edhe nga ju për deklaratën e zotëriut Najt Hasania, që nëse do të ketë një dënim të ish të QK-s në Hagë, Kosova do të kallet, besoj e keni parë debatin këto reagimet. Si e vlerësoni këtë deklaratë? Krerët e luftës, apo etret e luftës për liri, që i kemi në Hagë atje, Tomak e di që ka ndihmuar atë proces atje, e di edhe ma mirë procesi si është duke u zhvilluar. Si çfarë do të bëjmë ne në Kosovë nuk e di. Dhe ajo ka si deklaratë e Najtit personale e tina. Po se a do të bëjmë diçka, sigurisht do të bëjmë diçka, sepse atje nuk është duke u gjykuar, pashim thosë si djali Hadrit, po është gjykuar kreu i luftës për liri, pashim thosë edhe të tjera. Pra këtu nuk po preket, një individ po preket themelet e luftës për liri, themelet e shtetit të 17 shkurtit të 2008-s dhe kjo për secilin qytetar normal që ju ka gëzuar lirisë, e ase janë shumë, por ka edhe të tillë që ndoshta jo as shumë, duhet të bëjmë diçka, se çfarë do të bëjmë nuk e di.
por me kohën të shojmë, por nuk të qëndrojmë duar kryq nëse cenohet shteti dhe liria jonë. Gjykimi i kreve të luftës për njeri thjesht prek themelet e luftës për njeri dhe shtetit Kosovës të 2008-ës. Po shpresoj që zhvillimet e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me atë prokurorin Smith, mos po ndryshojnë disë qasje dhe gjyqtarët në fjalë që e kanë në rastin, edhe pse në shumë të në rasteve sa unë nuk ko përqirë, në rastin caktuar me Tom mu kanë dukë sikur prokurore jo si gjyqtarë që dojnë drejtësimes dy palëve. Veseli, me që ngrite se nuk do doja të bënim debatin nëse do të kishte një dënim, por ky është debati realisht, që është ngritur nga kjo deklarat. Në këtë reagime, nëse do të ndodhte ky dënimi, që urojmë të mos ndodha, sepse e thatë vazhdimisht edhe ju që atje nuk po gjykohen vetëm ata persona, po gjykohet UÇK-ja, Ushtria Qeverimtare e Kosovës, dhe do të ishte një imazh absolutisht jo i dur dhe i mirë për vendin tonë. A mund të ketë, Asret, këto dua të nis pak me ty, a mund të kishte një lloj përshkallëzimi nga ky reagimi që mund të vinte nëse do të kishte një dënim atje? Unë shpresoj shumë që mas parti marrë me u liru, po edhe nëse ndodh ma e keqja që me menaxhu mënyrën më të mirë të mujshme, për faktin se tu e dit, unë për mu nuk e di nësa dikuj doke që i 100 vjetë lufta, po mu nuk doke dje. Edhe tu e di që njerëzit haloj kanë plak të hapnë, njerëzit haloj ju kollojnë plak gjatë, njerëzit haloj nuk di ku i kanë më dashnit e tyne dhe ne të përballëm me situatë, ata është edhe gjykohet edhe ajo. Dhe ndoshta të vit pikpyetje që ata dhe zotëria shtetësia jonë, pavarësia vitit 2008 dhe shumë gjona tjera dhe shumë procese tjera, sepse kjo mund të ketë efekt negativ edhe ndaj shteteve që na kanë njohur si shtet. Pastaj edhe shumë elementet e tjera, sigurisht që mund të ketë edhe ndoshta edhe eskalime të situatave, jo pse ne dojmë, po pastaj me siguri që do të kemi edhe provokime dhe veprime tjera dhe prej atyre që e konsiderojnë fitore dënimin e tyre, sepse ne ke pas deklarata të serbëve dhe të zyrtarëve dhe të individëve që 25 vite kanë punu që ata me shku atje dhe presin që ata kanë me u dënu. Dhe kjo normal që nuk ka me kohën e lehtë, as për neve në karshi shtetit që është pushtues dhe kriminal serb, por nuk ka me kohën e lehtë as ndoshta edhe brenda neve, ndaj edhe atyre që nuk është numër shumë i vogël, po unë sa kam dëgjuar dhe nuk du me spekulu me numra, po mbi 300 janë ato dëshmitarë shqiptarë. Dhe kjo ka me kriju pasoja, pastaj edhe brenda neve këto, sepse njerëzit kanë me kërku me gjetë fajtorin, arsyen, edhe sigurisht është podja ati dënimi, nuk ka me mbyllë veç me një vendim, po pastaj kanë më rrjedhë gjitha ato se ata duhet me arsitua atë vendim, do më adin bas shkovit, bas selës deklarat, bas selës dëshmi, dhe to pastaj do t'jenë publike, edhe nëse ata kanë me provu me pas kodifikune, ka pas shumë dëshmitar të kodifikun që kanë dollë alo pashku në hog, këto nuk do t'metin së këtë gjithë jetën, dhe kanë me pas pasoja për te ati momenti, për te ati vendimi, ndoshta edhe në të ardhmen edhe viteve në vazhdim. Po, unë thash, uroj si Astrid, mos ndodh, po nuk mendoj që ka me konë shumë e lehtë dhe ka me shku shumë në heshtje nëse do të ketë vendim negativ ose dënus. Zoti Veseli e tha shumë mirë që sigurisht që reagim do të ketë dhe duhet ketë. Mirë po fillimisht se mos paroj me thonë, na këtu jemi arë për shkak na keni ftu, edhe me komentu deklaratën e Nejt Hasanit. Për këtë arsye, s'kemi arë vullnetarisht. Edhe sigurisht që unë personalisht e qmoj Nejt Hasanin, po jo, unë për veti për folje për tjerë, por kjo deklarat do të e kërkan dhe thot një deklarim neve që jemi në studio. Kështu e shomi, jo që jemi kundër Nejt Hasanit, a i ka thonë besoj në mënyrë figurative, sepse nëse për shembull unë jam i paknaqur për shembull me moderimin tanë, në raport me pas situata që ka pas televizionet tjera, unë muj figurativisht me thonë si dalë që me onë du të me kallë të shtatëshin, por se kom mene me kallë të shtatëshin, por shpreje figurative. Edhe unë du me besu, edhe besoj 100% që zoti Nejt Hasani ka thonë këtë kuptim. Nuk është aspekt i thonjes që do të ndodhë diçka, por kuptimin që Kosova do të kallët në shprehjet paknaqësisë. Do të thotë kur dikuj që i thojmë na i ndodh një ngjarje ju ka kallë zemra. Do të thotë kjo është aspekti figurativ, edhe besoj që gjithë e dim, zoti Veseli e tha shumë mirë. Damtohet Kosova, atje nuk është as Ashim Thaçi, as Kadri Veseli, as Jakub Krasniqi, as Recep Selimi atje për shkak të
tyre për vetveten e tyre. Pa ata në zgjedh si përfaqësues më të mëdhaj, do thotë si leadershipi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe na duhet të ta dimë që një ditë jeta do të përfundojë për të gjithë këta që jemi gjallë, por Kosova do të jetoj përjetësisht. Edhe ku i damton themelet e shtetit të ri të Kosovës, do thotë që jemi shtet 18 vjet, atëre bie që favorin më të madh që gjykata speciale mund t'ja bëj, nëse dënohen prisit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ja bën okupatorin, këtë rast Serbisë. Edhe Serbia me diplomacinë e saj do ta përdor këtë, do thotë aq sa është e mundshme për ta dëmtuar pavarësinë e shtetit Kosovës, sepse imagjinoni që po flasim me një vend, një kontinent tjetër. Dhe nëse në mënyrë figurative e shohim me një gjykatë ndërkombëtare që krerët e atij shteti, të cilët kanë luftuar mu çliru një shtet ndesh me në Afrikë, ndesh në Azi, kudo tjetër, që shtetet që si njomina, por janë shliru nga një okupim çfarë do që e kanë pas. E nëse në gjykatë ndërkombëtare, sepse në këtë rast e kemi konotacionin ndërkombëtar të gjykatës speciale, i dënon ata, do thotë na, unë i pari kisha thonë që ai shtet s'e di çysh është pavarësu për shkak se pas kanë kry krime lufte, pas kanë kry krime kundër njerëzimit që janë edhe më të rënda se krimet e luftës, sepse ato mund të kryen edhe në liri. Dhe kjo është ajo që do të mbetet një njoll e përjetshme, e që fajin e kanë edhe ata që kanë votuar gjykatën speciale para 11 vjetëve, sepse kanë leju mundësinë e përdorimit të provave të secilit vend. Këtë rast dhe Serbisë, duhet me thonë direkt. Edhe tash, nëse ne si palë ndërluftuese e kemi pas ushtri shqiptare si ushtri mbrojtëse, popullin e Kosovës si mbrojt, do thotë si ndihmues në luftë. Edhe kemi pas një okupator tepër të vrarë që ka bë 4 lufta më hershme dhe lufta e fundit Kosovë. Si okupator nuk po gjykohet asnjë pjesëtar i këtij sistemi okupues, në gjykatën speciale asnjë prej tyre nuk e kemi. As se kemi një pjesëtar të ushtrisë serbe, as policisë serbe, as paramilitarëve serbe që kanë vrarë me mia shqiptar, vetëm që kemi qenë shqiptar, që Kosovën e kanë bërë shkrumehi. Do thotë, na e dim çka ka ndodhur në 88-99, por nuk e kemi asnjë serb që do të gjykohet për veprimet e tyre deri në gjenocid. Atëre krejt bota nuk është që po merret me ne, ata e shohin që diçka pas ka qenë e gabueshme tek pjesëtar tonë e që nuk është e vërtetë. Mirë po, historia nuk do të mbyllet me kaq. Aktgjykimi i shkallës parë, ne shpresojmë që të jetë lirues, sepse jo që fitojnë ata, sepse për ta nuk është rëndësishme funi fundit vendimi se ata kur kanë shku luftë, kanë shku dhe me vdek. Edhe nuk e ka ditë asnjë pjesëtar i ushtrisë shqiptare Kosovës a do të kthehet, do thotë i gjallë. Mirë po, ata janë atje për vlera që janë kriju me luftë edhe me pas luftën. Dhe ky është ajo që dëmtohet Kosova, do të përjetësisht dëmtohet Kosova. Mirë po, duhet ta dimë që shkalla e parë, shpresojmë që jetë aktgjykimi lirues. Po në rast se këta i marrin në rast se gjykatë, unë po ta them për herë të parë e kam thënë në mënyrë indirekte, po e them në mënyrë direkte. Nëse gjykata speciale bjen në lajthem edhe i merr si provat e Serbisë, ata janë dënuar para 16 shtatorit këtij viti që po e presim aktgjykimin përfundimtar. Por mendoj që gjyqtar, duke pas parasysh që janë gjyqtarë ndërkombëtar, një pjesë e madhe tyre kanë punu edhe në Kosovë, misionet tuaja. Ata e din kush kanë qenë qërimtar, kush okupues dhe çka ka bërë Serbia ndaj nesh. Serbia është ekspert për manipulimin e të ashtu quajtura prova dhe shpresojmë që mos t'i marrin si prova kredibile. Në këtë rast do ta kemi aktgjykimin lirues. Ato që e tha Astriti vetëm për foli si avokat. Aktgjykimi dhe kurban, pra po them shpresojmë që të jetë lirues sepse është fitim për shtetin e Kosovës, është fitore për pavarësinë e Kosovës. Është fitore për gjithë shqiptar kudo që jetojmë, jo tani po edhe me shekuj, sepse kjo çështje nuk harrohet. Nëse aktgjykimi është ashtu që nuk e dëshirojmë, e kemi edhe shkallën e dytë, e kemi edhe shkallën e tretë, kështu që na duhet faktikisht që të punojmë ditë e natë kush sa mundet, me dijen e vet, me kontributin e vet, që të kemi aktgjykime liruese, sepse në të mirë të Kosovës dhe duhet i harrojmë inatet politike, dikush edhe inatet personale, edhe çështjet e tjera, sepse fatkeqësisht për shkak të neglizhencës së gjykatave tona, për shkak të individëve të caktuar, do thotë, është formuar kjo gjykatë. Tash, na nuk është ditë e natë me vajtu pse kanë votu deputet, kanë votu,
para 11 vjetëve. Na tash duhet me pas sikur është ty diçka që është mujna me ngjit të mirë të Kosovës. Dëgjuam me shumë mendje se edhe i shpjegove në këtë aspektin ligjor. Veseli, jemi tani me ju për dëgjuar mbase edhe në këto që u thanë deri më tani, por edhe në atë që derisa jemi në pritje të këtij vendimit që është shtyr pra për 16 shtator që tashmë dihet, pra i gjithë debati, ajo që po vret është që sillet rreth ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ndonjëherë me deklaratat e tilla që vijnë, domethënë nga aktor të ndryshëm edhe brenda politikës, por edhe jashtë politikës. Pra ka një lloj tensioni, vret shumë qartë që ka një lloj tensioni kur nis ky debati për ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po dëgjoj. A nëse më lejon, po. Baten Aiti është bashkëpunëtari imi, është një prej themeluesve të UÇK-s. Nëse dikush është i fundit për me kallë Kosovën është Najt Hasani. Sepse vetjeta e Najt Hasani dhe veprimtaria e tij na ka qenë që Kosova çlirohet, Kosova ta fiton lirinë, ta fiton shtetësinë. Pra ai, ashtu siç e shpjegoi edhe Toma, e ka thonë kuptimin figurativ. Pra se çfarë do të bëjmë nëse veç ndodh kjo maketja? Unë tash që nuk e di. Por gjithçka do të bëjmë që kjo mos të ndodhë. Sepse po prekën secili luftëtari i lirisë, invalid i luftës, familjet e dëshmorëve, po prekët shtetësia. Çfarë vyn mu jeta kur më prekët shteti em dhe liria? Gjithë ajo vëmëtari imi edhe secilit nga ne, në fushat të ndryshme, ushtar, profesor, mësues, që me shekuj i kanë dhonë vendit për lirinë atë dhejtë dhe sot del një grusht i byrokratëve të Evropës që më smijet edhe më sakt e ka shpjeguar sekretari i shtetit këto ditë para 2 ditësh, zotri Rubio, që prekin njerëzit që krijojnë vlera. Ai fliste për ushtrinë amerikane atje që realisht i bjen që edhe për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Paramendoni Franca e pas luftës me Charles de Gaulle, generalin, ne dim një histori që Franca është liru nga latët, nga Amerikanët dhe Anglezët, e sidomos nga ushtria Amerikane. Edhe tash po të lidha me këtë temë që e pyetën. Dhe sot e kësaj dite Charles de Gaulle, generali që ka udhëhequr rezistencën në Francë, është një hero nacional i Francës. Po edhe ne, ushtria shqiptare e Kosovës, ka zhvilluar luftë për shlirimin atë dheu. Cila është e vërteta shlirimit të atë dheu? Kush e shliroi Kosovën? Kosovën e ka shliruar Zoti, ushtria shqiptare e Kosovës që ka filluar luftën dhe dëshmorët e rënë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës me alatën. Kjo është përgjegjja për secilin. Kushdo që ka dyshime rreth kësaj, se çfarë ka bërë UÇK-ja, secili nga qytetarët e Kosovës që është mbi 35 vjet, i kujtohet situata e luftës. I kujtohet kur e kanë dëgjuar UÇK-n dhe si janë ndier për UÇK-n. Gjeneratët e reja në 35 vjet që të dinë më shumë, lëshojnë te memorialet dhe komplekset e varrezave të dëshmorëve. I ftoj të shkojnë në kompleksin memorial të dëshmorëve të kombit në Penu, zonës operative të Llapit. Le të shikojnë armët me cilat kanë luftuar dëshmorët e kombit dhe luftëtarët e UÇK-s. Dhe le të mendojnë, le të shohin, le të hinë në YouTube, të shohin se çfarë kapaciteti ushtarak, teknik në njerëz ka pasur ushtria e Serbisë. Aty do t'i gjejnë në qetësinë e varreve të dëshmorëve, do t'i gjejnë të gjitha përgjigjet. Se Palacio në histori ka pasur gjithmonë. Se Haxhi Qamilet, sikur të në Shqipëri të 1915 që ka marrë dënimin meritor, duket që shqiptarët do të kenë ende. Ne kemi Palacio njerëz. Dhe i ftoj bashkëpunëtorët, invalidët dhe familjet e dëshmorëve, që mos mirën me ta. Le të qeshin me ta. Ata janë veç Palacio. Nuk e di se si ka në emrin tjetër për pos Palacio. Okej, a ty nuk t'ju pyes kush po? Por unë apeloj se që nga 12 vjetë unë kom shtetë. Unë kom institucione. Unë kom atencionin e inteligencës që udhëheqet nga Petri Taheti, një djalë brillant.
unë i thonë Petritit, kryet e tyre tonë që lojët të shkori kombit Albani, prejet i qetë në Mreza. I them ka zben Hoxhë që ka qenë ish lutëtari u që kështë, tash është drejtori i policisë Kosovës. Ka zben, mbrojmë derat për cilat ke luftu edhe te. Prokurori 3 që u zëllë pra 2-3 ditëve dhe prokurorëve tjerë, Jeremy Sufaj, dhe gjithë prokurorëve tjerë, të deklaratat të tilla që janë duke dhënë, mos që kushtoni fort të rëndësi, por shteti ligjor dhe të funksionar, sepse çdo deklarat të më plotëson tash, pra edhe një jurist që nxit urrëtie, që nxit përçare, që mund të nxit konflikte. Ato duhet parandaluar. E parandalimi i tyre është me forcën e ligjit dhe ata duhet të sankcionohen sipas kodit penal të shtetit tim, shtetit tonë Republikës Kosovës. Veseli, desha t'ju bëj një pyetje, por nuk do ta bëj se dua ta lë me këtë thirrje që bët shumë të rëndësishme. Shumë të mirë. Po, shumë të mirë, ta përfundoj me ju me thirrjen që e bët. Kështu që faleminderit shumë. Rroft shteti jonë, edhe e vetroj me mija vjetë, deklaratat e Serbisë dhe zyrtarëve të saj, ne çdo herë do t'i përgjigjemi i madh dhe i vogël, ne jemi këtu, kemi qenë këtu dhe do t'jemi den babadem. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Po Astrid, një të fundit se jemi drejt fundit të debatit. Po, diçka më të bukur se kur në një fjalë E po pikërisht, prandaj desha të bëj pyetje më. Për njerëzve që kanë kontribuar për këtë vend, për njerëzve që kanë pas ato uniformë dhe për njerëzve që e duan këtë vend hakikat. Unë mendoj se veç një fatkeqësi e kemi pas na edhe ushtria shqiptare e Kosovës pa vullnetin e tyre, që ka qenë luftë vullnetare, edhe nuk ka qenë luftë të organizuar me pas një gjykatë ushtarake, e mos me mujt këta që kanë kontribuar dhe para luftës dhe gjatë luftës dhe mas luftës për Serbinë me kon sot hiç këtu, po me u gjyku me ligje ushtarake siç ka bërë këtë shtetet e botës, edhe me ato ligje dhe me ato dënime që kanë pas krejt dhe sfundit dhe Kroacia, në jam me bërë përjeqem edhe pse jo ndoshta edhe me ekzekutiv tyna, sikur kanë bërë plot lufte, ushtri shtete, mbas luftës dhe gjatë luftës për shpijunat që kanë bërë vetëm do në vendit, e të na fatkeqësisht nuk ka ekzistuar ajo, dhe ata kanë funksionuar shumë lirshëm edhe gjatë lufte, kanë funksionuar dhe pas lufte, dhe këto pasoja që i kemi sot, dhe ato që kena me pas nesër, janë fal këtyne, dhe fal asaj mungesës asaj gjykate, edhe asaj ushtrisë mirëfillt, që ka qenë ushtri vullnetare, ushtria shqiptare. Unë mendoj që në mënyrën më brillante e tha zoti Veseli dhe ishte shumë përmbajtësore, thirrja e tij. Na rrej shteti i Kosovës përjetësisht, ndërsa i divet jemi të vdekshëm. Sot jemi, nesër nuk jemi, mirë, po duhet punojmë ditë e natë që shteti i Kosovës të forcohet edhe të jetojë përjetësisht, pa marrë parasysh që ne kemi armiq, do thotë, armiq përjetshëm e kemi Serbinë. Kemi dhe shtete tjera armiqësore, mirë po Serbinë e kemi në kufi dhe ditë e natë punon që ta dëmtoj shtetin e Kosovës dhe ta dëmtoj neve vetëm për shkak përkatësisë nacionale shqiptare. Sa i përket atyre që punojnë kundër shtetit Kosovës, unë besoj që ata do të mbesin si lumin histori dhe nuk është shumë me rëndësi si do të identifikohen, mirë po unë po e them atë që duhet punojmë pozitivisht, duhet kemi energji pozitive, sepse kush identifikohet, do thotë që punon kundër shtetit Kosovës, nuk e ka vendin Kosovë heq, edhe definitivisht duhet ma qeti marrim gjërat, posaçërisht pe përfundoj me këtë që zoti Najt Hasani ka thonë, ai ka thonë në mlef, e ka thonë figurativisht, por jo që ka qëllime të tilla, askush, asnjë shqiptar nuk ka qëllime ta dëmtoj Kosovën e lema ta djeg, më spakti Najt Hasani dhe gjithë pjesëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, gjithë familjet e dëshmorëve, funi fundit çdo shqiptar. Nëse një shqiptar menon mënyrë që të dëmtimit Kosovës, ai besoj që nuk duhet ta ketë epitetin si shqiptar, por ja që jemi në këtë kohë. Faleminderit shumë për plotësi, do të sto, zoti avokat, na po jemi të vdekshëm individ, po jemi të vdekshëm, po veprimet tona po janë të vdekshme. Prandaj po duhet të pas kujdes. Sigurisht. Se pasojat e Kosovës. Sigurisht. Faleminderit, faleminderit gjithmonë. Faleminderit shumë.